إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe e madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk ka humbur prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra është Zoti i vetëm i cili meriton të gjitha adhurimet dhe përgjërimet tona. Ai nuk ka birë dhe as bashortë, nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut edhe i dërguar nga ai. Robi i Allahut pra njerëz si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ishte hyjnor dhe as mbi njerëzor, por i dërguar nga Allahu. Misioni i tij ishte ai i cili e dalloi dhe për të cilin Allahu i lartësuar e përzgjodhi nga njerëzit e tjerë. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, faljet, mirësitë e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët që janë shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Muslimanët janë duke përjetuar ditët dhe netët më të mira të vitit. Ata janë duke ju afruar Zotit të tyre me adhurime të mëdha, të dashura tek Allahu, prej të cilave rrjedhin edhe shpërblime dhe falje e madhe nga Zoti i bujar dhe i gjithëmëshirshëm. Këto janë ditë të cilat muslimani duhet ta ndjejë gëzimin për to në zemrën e tij, për cilët nga Talha ibn Ubejdillah, një nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, thot se dy persona në kohën e profetit alayhi salatu wassalam e pranuan Islamin në të njëjtën kohë. Dhe në ditët, javët, kohët e mëvonshme, ata vazhduan të ishin musliman, dhe njëri prej tyre ishte më i devotshëm se tjetri. Pra kishte më shumë përkushtim ndaj Allahut, e adhuronte më shumë, ishte më i përkushtuar ndaj Zotit. Dhe ky që ishte më i devotshëm ra dëshmor në luftë. Dhe pas një viti vdiq edhe tjetri, shoku i tij, që e pranuan të dy Islamin në të njëjtën kohë tek profeti alayhi salatu wassalam. Dhe sheh në ëndër transmetuesi i ndodhisë, i ngjarjes, i hadithit, se dikush del nga xheneti dhe i thot personit të dytë që vdiq, pra jo atij që kishte si devotshmëria të parit, pra kishte më pak devotshmëri, eja hyrë në xhenet. Pastaj del dhe një tjetër nga xheneti
edhe i thot atij që vdiq i pari, që ishte devotshëm, ra dhe dëshmor. Eja hyrti tani në xhennet. Thot Talha, po prisja dhe po tentoja të hyja dhe unë, por më than, duro se akoma s'ka ardhur koha jote. U zgjova në mëngjes dhe i çuditur nga kjo ëndër, fillova t'ja tregoj njerëzve. Derisa shkoj te profeti alayhi salatu wassalam, kjo ndodhi, e dëgjoi profeti alayhi salatu wassalam. Edhe i tha, pse çuditeni për të ëndër? Ku ishte çudia ato? Çudia ishte se personi i parë që vdiq dhe që ishte më i devotshëm dhe pati këtë vdekje të lavdishme, dëshmor në rrugt të Allahut, hyri më vonë në xhenet se i pari, që se pati atë devotshmëri dhe nuk pati atë përfundim jete me këtë lloj lavdije, me këtë lloj grade dëshmor në rrugt të Allahut. Por megjithatë hyri i pari në xhenet, ndërsa tjetri i dyti. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, a nuk agjëroi ai edhe një Ramazan më shumë? Sepse jetoi një vit pas tij. A nuk agjëroi ai cili i dyti një Ramazan më shumë se i pari dhe u fal në xhami më shumë se i pari, kaq namaze? Distanca ndërmjet tyre është sa ndërmjet qiellit dhe tokës. Dhe Allahu i lartësuar, vëllezër, me mirësinë e tij na dha jetë ne të arrijmë këtë muaj, të agjërojmë në këtë muaj, të bëjmë adhurime, të falemi. Prandaj minutat, orët, ditët e këtij muaji, netët e këtij muaji janë të shtrenjta. Të afrojnë tek Allahu, të bëjnë të hysh në xhennet përpara të tjerëve, që mund të jenë agjëruar më pak, mund të jenë falur më pak, kjo për shkak se kanë jetuar më pak se ty. E normalisht ky rregull nuk është për çdo kënd. Ky rregull nuk është për çdo kënd, sepse mund të ketë persona musliman që kanë jetuar më pak, por kanë pasur një sinqeritet, një përkushtim, një devotshmëri të madhe për Allahun, që nuk e arrin asaj që mund të jetojë 200-300 vjet. Marrim një numër ekstrem. Prandaj shfrytëzoje këtë kohë. Për çfarë të shfrytëzosh? Për sa më shumë vepra të mira. Kuptoje dhe kujtoja vetes pse Allahu kërkoi nga ty agjërimin, la'allakum tattaqun, që të bëni të devotshëm. Pastaj ktheju vetes, analizoje, a jam unë më i mirë se çisha para Ramazanit? A i kam braktisur ato gjunahe, ai që mund të ketë, që i veproja para Ramazanit, apo jam i vazhdueshëm me to? A kam shtuar unë vepra të mira më shumë nga ato që isha para Ramazanit? Apo gjendja ime është e njëjtë dhe nuk ka ndonjë gjë më tepër përveç agjërimit? La'allakum tattaqun. Analizoj veten, a është forcuar besimi, sinqeriteti im për Allahun, dashuria ime për Allahun, madhërimi im për Allahun në zemër? Agjërimi është adhurim edukues, edukon shpirtin, edukon zemrën. Pra patjetër duhet japi efekte tek agjëruesi, duhet efekte të ndjeshme, efekte të prekshme, të dukshme. La'allakum tattaqun, me qëllim që të bëni të devotshëm. Pra të adhuroni Allahun sa më shumë. Dhe në fund të fundit ky është edhe qëllimi për të cilin Allahu na solli në këtë botë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë i krijova gjindët dhe njerëzit me qëllimin e vetëm që ata të më adhurojnë mua. Ky është qëllimi për të cilin njeriu u krijua dhe erdhi nga Allahu i lartësuar në këtë botë. Përkushtimi ndaj Zotit, adhurimi i Zotit. Sepse kjo është ajo vepër që do ta shpëtoj në ahiret. Prandaj shihi, kontrolloj, analizoj efektet e agjërimit të ty. Dhe nga dobit e agjërimit është edhe ndjenja e mbikëqyrjes së Allahut
Agjëruesi, çdo kush nga agjëruesit në një moment apo tjetër mund ta ndërpresë agjërimin e tij, mund ta prish, shehurazi. Në një ambient ku nuk ka as kënd që e sheh, as kënd që e dëgjon, mund ta prish. Por çfarë e pendron? Agjëruesin e pendron bindja se Allahu e vështron. Dhe kjo mjafton. Dhe si rëdho, jo vetëm që e ruan agjërimin e tij edhe në situata, momente, vetmie të tilla, por i ruan edhe gjymtyrët e tij nga haramet, edhe pse askush nga sytë e njerëzve nuk e sheh, por mjafton që e sheh i gjithdijshmi, Allahu i lartësuar. Ati që nuk i fshihet asgjë. Asgjë. E ruan shikimin e tij, e ruan gjuhën e tij, i ruan gjymtyrët e tij nga haramet, e ruan dhe zemrën e tij nga zilia dhe smira apo urrejtja për tjetrin. Sepse beson bindshëm që Allahu e vëzhgon, e sheh, e njeh zemrën e tij dhe çfarë ka në të. E nga dobit e agjërimit është që muslimani mëson të jetë i vetë përmbajtur, e edukon veten me durim. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, kur dikush nga ju është në agjërim, të mos sillet keq, të mos bërtas, pra të mos ketë sjellje të pahishme, sepse nuk përkron me agjërimin, me qëllimin e agjërimit, nuk përkron. Dhe nëse dikush e ofendon apo tenton ta luftojë atë, ti thot atij, unë jam agjërueshëm, unë jam me agjërim. Unë jam me agjërim. Pra në radhë të parë kujton vetes së tij, kujdes nga çmimet, provokimet e atij të mos të shtyjnë ty që të i kalosh kufirin në reagim. Apo të mos të shtyjnë ty që me një herë të sillesh ashpër, por të përpiqesh ta shmangesh në mënyrën më të butë, më të mirë. E dyta i kujton edhe atij, më lër mua me agjërimin tim. Unë jam njeri që pa adhuroj Zotin tim, largohu nga unë, s'ke punë me mua. E ruan, asomu gjunna, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Agjërimi është mburoj, të mbron. Të mbron nga rënja në gjunahe, dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, sepse të largon nga Allahu i lartësuar. Dhe mund ta shtyjë njeriu në dënimin e Zotit. Dhe mbi të gjitha të mbron në ahiret nga dënimi i Allahut të lartësuar. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Do të thuhet besimtarve në botën tjetër, hani dhe pini nga të mirat që Allahu ju ka dhënë për shkak të mirave që bët ju në botën e parë, në dynja, në ditët e mëparshme. Thonë disa komentues të Kuranit, qëllimi me këtë ajet janë agjëruesit. Pra hani dhe pini tani që jeni në xhennet, shijojini me lirin më të plot mirësitë e Allahut që i krijoi për ju, ujin e mrekullueshëm të xhennetit, pijet e mrekullueshme të xhennetit, frutat, ushqimet e mrekullueshme të xhennetit, të pakrahasueshme me asgjë në këtë botë, për shkak të agjërimit që bët në dynja. Duruat urin, duruat etjen e ja fitimi, ja shpërblimi nga Zoti bujar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Luteni Allahun Azza wa Jall që t'ju jap juve sukses të agjironi në atë mënyrë që ai është i kënaqur. T'ju jap juve sukses të veproni sa më shumë vepra të mira. Ta kuptoni dhe ta ndjeni qëllimin dhe përfitimet e këtij adhurimi të madh që është agjërimi i muajit të Ramazanit, shtyllë nga shtyllat mbi të cilat qëndron kjo fe madhështore. Dhe mos harroni se ndër të tjera nga dobitë e agjërimit, nga dobitë sociale të agjërimit është edhe njohja me gjendjen dhe urinë e të varfrit. Në momentin kur ai të cilit Allahu i ka dhënë një qenie, mirësi, ndjen uri, ndjen etje, ndjen lodhjen e trupit, lodhjen edhe nervore nga uria dhe etja, le të kujtoj gjendjen e të tjerëve të cilët nuk i kanë këto mirësi si ty. Prandaj për të qenë falendërues ndaj Zotit, ato mirësi që Allahu të ka dhënë, nga ato mirësi që Zoti të ka begatuar, duhet të japësh. Wa atuhu min mali Allahi alladhi ataakum. Dhe jepni nga ajo pasuri që Allahu ju ka dhënë juve. Allahu ju ka dhënë juve. Pra ajo që tje është e Allahut. Nuk është merite jotja. Sa njerëz të aftë, të zgjuar, kanë dështuar në bizneset e tyre. Dhe të tjerë më pak të aftë, apo edhe më pak të shtulluar, kanë pasur sukses në bizneset e tyre. Kjo është mirësi nga Allahu, dhe nuk jemi kundër shkaqeve këtu, por kujtoi gjendjet e njerëzve të varfër. Nëse tavolina jote për iftar mbushet me lloje të ndryshme ushqimesh, mos harro se ka të tjerë të cilët edhe një lloj ushqimi mezi e sigurojnë në tavolinën e tyre. Sidomos në të vend të varfër, të vjedhur, të masakruar, nga vetë njerëzit e këtij populli. Ka shumë njerëz të tillë. Dhe kjo është edhe një nga dobitë e ligjësimit të agjërimit, që zemra të zbutet dhe të jesh përmbushës i nevojave të tjerëve. Ta pastrosh zemrën nga egoizmi apo lakmia vetëm për veten, apo nga ajo gjendje, apo nga ajo ndjenjë që vetëm vetja ime dhe bën sikur nuk e sheh atë që ti e përbri, atë që ti e komshi, atë që ti e të afërm, që ka nevojë nga ajo që Allahu të ka dhënë ty. Muaji i agjërimit është muaji i bujarisë. Profeti alayhi salatu wassalam ishte më bujari nga njerëzit, dhe bujaria e tij, thot Ibn Abbas, bëhej akoma dhe më e madhe në Ramazan. Pra, ishte më bujari, nuk krahasoi askush me bujarinë e tij, sallallahu alaihi wasallam. Por pra ishte një bujari e madhe, sa që askush si afroi, askush nuk gjante. Por kur vinte Ramazani, bëhej akoma dhe më e madhe. Edhe kjo lloj vepre, kjo lloj gjendje e profetit alayhi salatu wassalam është model për të marrë nga ne. A duam ta ndjekim profetin alayhi salatu wassalam? Kjo është një nga modelet në të cilat duhet ta ndjekim, bujaria e tij. Si është Ramazanit, akoma dhe më e madhe në Ramazan. Dhe Allah subhanahu wa taala shton pasurinë e atij që jep, sepse dhënia, sadakaja është falënderim për Allahun. Elusim Allahun azza wa jall të pranojë adhurimet, agjërimet, duat, namazet tona. Elusim Allahun e madhëruar që ta bëjë agjërimin dhe leximin e Kur'anit ndërmjetësues për ne në ditën e Kiametit. Elusim Allahun e madhëruar në të muaj të mëshirës, në të muaj të begat, t'i udhëzoj të afërmit tan, ta udhëzoj këtë popull, ta pastroj këtë vend nga gjunahet, ta pastroj këtë vend nga veset dhe njerëzit negativ.
E lutim Allahun e madhëruar të na bëjë neve shtartar, sebeptar në të mirës dhe ndalues nga e keqja. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذات الثيرة كاميتي